Emër të zonës Zhupa besoj edhe zotit Muçi dhe të gjithë kolegëve i uroj Ardit Bidos, kolegu ton, zotit Bido, gëzuar ditëlindjen. Zoti Balla më pas zonja Zhupa. Do ta veçoj Ledinën se kam edhe nga Korça Ledinën, kështu që s'mund t'i bashkoj në një, sepse ja ul rëndësin ditës. S'është Ledina në sallë që ta uroni. Sa po të qetësohet pak situata. Po nuk është Ledina në sallë që ta urojmë. Pasur një koleg tjetër që e bënte më mirë se unë atë. Faleminderit kryetar, ka dhe nga ata që kanë ndërruar datën e ditëlindjes, po nuk i hym kësaj historie. Edhe ta urojmë në korriga, ta urojmë tetor kur e kishte një ditë para diktatorit. Pa dyshim, Shqipëria i ka këto sepse kështu ishte gjendja civile. Tani zoti kryetar në replikë të deputetit Muçi. Zoti deputet, ta kam thënë edhe në seansa të tjera, po ta rikujtoj. Unë vazhdoj të të quaj ty një sorr, edhe gonen, edhe lapin, edhe bufin, këtë duash ti. Sepse më jeni dukur prej ditës parë si ajo miza në fund bishtin e kalit, ndërkohë që respektin ndaj flamingove nuk ma ndryshon dot as ti, as kusht tjetër. Dhe ndaj flamingove, të cilët e braktisën lumin e knetës ku filloi të kakarisi vetëm bufi dhe sorrat, ne e kemi thënë shumë qartë, jemi të gatshëm në çdo moment të dialogojmë me flamingot, ata që e braktisën të parët lumin, për të gjitha shqetësimet e tyre, për të gjitha ankesat dhe zemratën e tyre lidhur me se si duhet ta bëjmë ne detyrën më mirë, se si duhet të parandalojmë çdo formë abuzimi me detyrën dhe gjithë ata zyrtarë të cilët abuzojnë me mandatin përfaqësues. Ky është dallimi ynë i madh. Nëse kjo palë këtu u mor peng nga sindroma e Stockholmit, ku i përdhunuari bie në dashuri me përdhunuesin, dallimi ynë i madh me ty, zotin Muçi, dallimi ynë i madh me ty, është pikërisht diferenca që dim të bëjmë dhe leximi përfundoni ju lutem. Për ta mbyllur zoti kryetar, sa i përket ligjeve që përmendi zoti Muçi, agjendën parlamentare nuk na e bëni dot ju, kur të ktheheni dhe të bëni bashkë, se bashkë jeni shumicë parlamentare, agjendën mund ta bëni ju. Sa i përket ligjit, qoftë për ligjin e zonave të mbrojta, qoftë për ligjin për investime strategjike që përmend tu, duhet ta keni qartë, ne jemi duke punuar për një ligj të ri për investime strategjike dhe se kur i vendosim, se kur votojmë, është një çështje që e cakton vota. Kur të keni 71 këtu në sallë, do vendosni ju. Deri atëherë është rrugë e gjatë, ndoshta nuk ka për ardhur ndonjëherë për ju. Për të tjerë ndoshta po për ju s'ka për të ardhur ndonjëherë. Faleminderit.